since you came along, you sexy thing. Where did you come from, baby? How did you know I needed you? How did you know I needed you so badly? How did you know I'd give my heart gladly? Yesterday was one of the lonely people. Now you're lying close to me, making love to me. I believe in miracles. Where you from? You sexy thing, sexy thing. I believe in miracles. Since you came along, you sexy thing. Islami ka 5 kushte. Nëse ti pranon do t'jesh musliman. Ai pranon. Çfarë? Ai pranon. Ha? Çfarë? Pranon, ha? Ai pranon. Pranoj. Mashallah. Dal. Të them të gjitha një e nga një. Nakon! Gaditu! Alright? Një, dy, një, dy, një, dy, një, dy. As pranon se nuk ka zot tjetër përveç Zotit, dhe se Muhamedi është i dërguari i tij. Pranoj! A pranon? Pranoj! A pranon se do të falesh 5 herë namaz në ditë? Pranoj! Çfarë ndodh nëse falem gjok? Nuk do vazhdim vetëm se nuk do ta bësh. Nirohu! Në fillim, Zoti pa thënë Muhamedit se njerëzit duhet të faleshin 50 herë në ditë. Por mos ai profeti që i tha Muhamedit se 50 herë në ditë është tepër për muslimanët. Andaj, pas një bisedimi gjatë te Muhamedit, ra se njerëzit duhet të faleshin 5 herë në ditë. E ka mirë ai Musaj, 50 herë në ditë do të thotë mos bash asgjë veç të falesh. Nakon! Gaditu! Ortok! Ortok! Një, dy, një, dy, një, dy. A pranon se do të mbash Ramazan? Pranoj! Që është Ramazani? Ramazani është muaj i nëntë i vitit. Muslimanët as nuk duhet hanë, as pinë, as t'i prekin gratë e tyre. Ortok! Një, dy. Ramazanin do të fillosh pas pak ditësh. Sa po ta shohësh hënën e rejtë e muaj shtator? Në rregull! Si të dallojmë kërkore? Asnjë gjë nuk mund ta daloj takimin e Zotit me besimtarin Bartok! Një, dy. Në kënd! Nirohu! Oh.